Kandidati për kryetar komune në Tetov nga radhët e Aleancës Kombëtare për Integrim, Bajram Rexhepi, mbrëm ka vazhduar fushatën në fshatin Xhepçisht, ku ka folur nga afër me banorët e këtij fshati. Rexhepi tha se nga të gjitha premtimet që u dhan mandatin e kaluar, asnjë nuk është përmbushur, prandaj kërkoi që udhëheqësia aktuale të kërkojë ndjesë publike. Një nënkalim shumë i madh në qendër të Tetovës dhe sot jemi dëshmitar se ai nuk u realizua. Ju kujtohet se u premtuan shumë garazhe me kate në Tetov, as edhe një të vetme nuk e realizua. Ju kujtohet se premtuan që parkingjet do të jenë pa pagesë, po përkundrazi kemi një rritje të çmimit, bile edhe shumë vend parkingje që ishin falas, ato u bën me pagesë. Ju kujtohet se premtuan ndërtimin e stadiumit qytetit, por për fat keq sot kemi 2 tribuna më pak të stadioni jo. Ju kujtohet se premtuan kanalizim e ujësjellës këtu në Xhepçisht edhe gjithandej nëpër qytetin tonë, as edhe një të vetme nuk e realizua. Ju kujtohet se premtuan ndërtimin e shkollave të reja, fatkeqësisht kemi një shkollë më pak, se e prishën edhe shkollën tekstil. I pranishëm në këtë tubim ishte edhe kreu i këtij koalicioni, Ali Ahmeti. Ahmeti tha se 19 tetori është dita kur populli do të flasë me votë dhe me dinjitet dhe se ndryshimi në Tetov do të ndodhë. Kjo agjendë euroatlantike devijoi në agjendë etnike. Ne kurse kemi dashur që të kthehemi në ato fushata e politika arkaike, që të krijojmë përplasje dhe karshëllëk mes etnive, se kush është cila etni ka histori më krenare e më të lavdishme, se cila histori është më e vjetër, apo. Por në është imponu, thot, agjendë etnike, jo se ne e kërkuam, jo se ne e iniciuam. Dhe kjo filloi me përfaqësimin e drejtë në institucion. Zoti Taravari e di që me automatizëm VMRO-ja ka vendosur ultimatum. Po doni 83 funksioni i merrni, po doni lini, ikni, se ne e bëjmë edhe vetë. Mbrëmjen e djeshme, koalicioni AKI pas fshatit Xhepçisht kanë zhvilluar takime edhe me banorët e fshatit Selc.